Shkoj një zokrë, zo dy fleto, Shkroj një vene, ziu dy jet, sa po kishte hapur vera. Ju falenderoj për gjithmonë me këtë ceremoni, për kujtimin të dy martirëve tanë. Të nderuar miq, të nderuar familjar, pjesëmarrës sot në këtë kujtim të jashtëzakonshëm për dy figura që kanë nderuar Buzeshtin, Librazhdin dhe gjithë kombin shqiptar. Bardha, kur i dha fjalën zoti Bedri, tha po ja jap fjalën Wilsonit. Ajo më tha jam emocionuar. Në fakt, në shpirtin tonë Wilsoni është gjallë. Wilsoni është si një pjedestal që na ka lënë një histori të gjallë. Wilsoni dhe Genci, të dy vinë nga dy familje fisnikësh të Buzeshtës, Librazhdit dhe mbar Shqipërisë. Të dy e çmentuan historinë me veprën e tyre. Sot është 47 vjet që ata nuk jetojnë fizikisht, por për ne ata do të jetojnë sot, nesër dhe brez pas brezi. Absolutisht ka shkruar dhe zoti Kadare, siç tha zoti Bloshmi. Por unë do të mendoja se çdo të ndodhte me këto dy figura, në qoftë se diktatura nuk do të priste jetën. Çfarë do bënte pena e tyre? A do të ishte vetëm për kombin shqiptar? A do të ishte për mbar Europën? Apo do të ishte për gjithë botën? Dhe unë mendoj që ndërprerja e penës tyre, jo se ata e ndërprejnë për penën, ata e ndërprejnë për të uzurpuar familje të mëdha, për të nështruar popullin. Por, gjithsesi, ata jetojnë me atë vepër dhe sa herë të lexosh Wilsonin dhe Gencin, aq më shumë ne kuptojmë se çka ndodhur, se ç'ndodh dhe ç'do të ndodh. Unë ju falenderoj shumë nga zemra që më gjiat dhe vit pas viti ne do të jemi këtu dhe do ta lëm amanet dhe për brezat e ardhshme që të kujtojnë njerëzit e nderuar të letërsisë, njerëzit e nderuar të çdo fushe që kanë dhënë dhe japin për vendin. Zoti ju bekoft. Çfarë kam bërë, çfarë kam thënë, Po pyete zezanën, ke kanë kreve, ke kanë shumë.